ai menon se pasunia i garanton edhe përjetësi. Në dunjo, përjetësi në dunjo ka. Që tu e kanë këtë të lashtëm. Qa mi bo dekës? Ja kena bo qarën kësajnë e kena bo qarën, e kena bo këshkon pare, kena bo. Dëmëhon, qka s'ka paramenu faraoni sot e ka shërptori një kryetari, apo? Dunja jo zgjenu, pasunia u rrit, apo? Dëmëhon. Ama dekës s'ka mi bo. Menon se sot kom pare, shërona njësë në vend tjashtë, thiri mjek ma të mirë, më ndrojnë këtë, më bëjnë këtë. Allah e kur të vjen me leku i dekës, krejt me të nërru, me të qitë djali 3-15 veçar me dekëm. Se ai menon se jeta e njeriut varet nga qelizat. Ai menon se jeta e njeriut varet nga materiala. Nëse arrim një qeliz që përshkon tu dopsu me e kompenzu me tjetër, ne jetojmë. Nga sa ta besojnë se jeta është materializëm. Që është e lidhe. Si puna e robotit. Pikrisht robot, apo? Je gjatësia e një robotit të në varet nga baterijat. Ai menon se edhe insani është me baterija. Si do pëson i shtojnë baterijat, ajo pat ecë ato. Jo, njëri s'është me baterija. Njëri është me shpirt. Allahu ja ka dhonë, ja merë kur dënë. Ndreja baterijat sa dush. Apo, kur të merë Allah shpirtin, s'li vrit më. S'ka me lirit. Ka me shku. Jahsebu enne malu akhleda. Prandaj është në shpirt në njërit, në shpirt njëri është përjetësia. Dhe Allahu Gjellua nuk e ka privu njëri nga përjetësia, por ja ka garantu me një vend tjetër për mes një rrugë tjetër. Me qikaq, po kime koni përjetëshëm, kime gëzu shumë pasuri, kime gëzu shumë territor, kime gëzu shumë autoritet, ama jo me mënyrën që shti po dënë. Ja, që ashtu ja. Me mënyrën që është Allahu po dënë, sa e është Zoti. Prandaj, Allahu Gjellewala njeriu ja ka përmbush kërkesin për përjetësi. Kur njeriu e përmbush kërkesin Allahut për adhurim këtë dunja për besim.